një zyrë rajonale të ministrisë e cila në njërin anë ofron gjithë përfshirje, pra për të mos e lënë asnjëri mrapa ose jashtë, dhe në anën tjetër ofron mundësi të barabarta. Ashtu që të gjithë fermerët të kenë mundësi përqasje në subvencione e në grante që janë jetike për zhvillimin e bujqësisë, për rritjen edhe të prodhimit edhe të produktivitetit. Nga gjithsej 32.000 fermer që marrin mbështetje, rreth 3.000 janë të komunitetit serb, pra afër 10%, që do të thotë se proporcionalisht shumë më tepër se sa përqindja e popullsisë. Ne dëshirojmë të dëshmojmë me punë konkrete e praktike, siç është edhe kjo sot, që nuk diskriminojmë asnjëri. Pra, kohëve të diskriminimit u ka ardhur fundi dhe këtë ne e bëjmë me zhvillim e me progres. Andaj, gëzuar e urimet gjithve, kjo zyrë rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë edhe Zhvillimit Rural këtu në Mitrovicë. Në kuadër të konceptit Ministrisë së Bujqësisë për shërbime të përbashkëta, One Stop Shop, kemi vendosur me hap qendra rajonale për gjitha agjencitë e Ministrisë së Bujqësisë mu këtu në këtë lokacion edhe dëshirojmë të urojmë mirëseardhje.